mendoj që pas Zotit i dyti është mjeku. Patjetër që mjeku sot ka mundësinë që të ketë jetën në dorë dhe të bëjë maksimumin për ty në aspektin e shforca më e madhe njerëzore. Që ti mund t'i dorëzohesh dhe absolutisht i dorëzohesh plotësisht. Kjo ndodh gjithmonë, jo qoftë kur ti bën një ekzaminim bazik, por mendo pastaj për ato operacione madhore ku ty të hapet barku dhe ne nxjerrim bebin, apo të hapet krahërori dhe punohet me zemrën tënde. Kështu që nëse nuk ka një besim të tillë, më mirë mos shko fare tek ai mjek. Që është lëkundër, ky besim është lëkundër, qoftë nga faktorët politik, qoftë nga ChatGPT-ja, qoftë nga Google-i, qoftë nga ato raste që ndoshta nuk shkojnë mirë, por jo për fajin të mjekut, vuajmë atë krizën e prishjes së kësaj marrëdhënie mjek-pacienti. Mendoj ajo energji të jep shpresë. Dhe nëse nuk është një besim i tillë, ose ndro mjek ose mos shko fare. E them me plot gojën këtë gjë, sepse në aspektin tim ginekologjik ne ndjekim një pacient shtatzën për 9 muaj rresh, ose ndonjëherë kemi edhe përpara kur ajo tenton të ngelë shtatzën. Dhe ti do i thuash variantin më të mirë për atë. Pra mjekësia ka ato hallkat e veta, ka ato dhe pikpyetjet e veta. Prandaj ti si mjek dhe ChatGPT-ja nuk të mësoj dot këtë pjesë, që ti zgjedh, pra është mjekësi e personalizuar për atë person, për atë moshë, për ato halle që ka, për atë kapacitet psikologjik apo gjendje të rënduar emocionale, ti do zgjedhësh variantin më të mirë për atë pacient. Dhe nëse ajo nuk ta jep këtë besim, ose nuk mendon që ti ke bërë më të mirë për atë, mendoj që gjërat nuk shkojnë siç duhet. Sepse ka ndodhur për shembull ti ke dhënë mjekimin dhe pacienta s'e ka marrë dhe ka ardhur mas 3 muajsh pastaj kur gjërat janë rënduar më shumë. Pra pse? Sepse ajo tha, s'mu duk se mbushi kot atë recetën. Kupton? E kuptoj.